Dragan Stojković është kthyer sot në armikun e mediave serbe. Trajneri i Serbisë, i pyetur nga gazetarët serb në konferencë për shtyp për incidentet nga tribullat me lojtarët, i ka hedhur poshtë aludimet e tyre, duke deklaruar se në Tiranë kishte përjetuar një atmosferë fantastike në stadium. Nuk ju pëlqeu loja? Nuk ju pëlqeu? Gjeni një trajner tjetër? Ishin fjalët e para të trajnerit para gazetarëve. Atmosfera ishte fantastike, i përgëzoi tifozët shqiptar për këtë. Do të doja të kishim një atmosferë si kjo edhe ne, vijoi më pas ai. Finalizimi duhet të përmirësohet. Mundësitë që patëm, një ose dy topa mund të kishin përfunduar në rrjetën e Srakoshës. Një ndeshje tmerrsisht e vështirë jashtë fushe kundër Shqipërisë në Tiranë. Ne e kontrolluam lojën, kishim kontroll të topit, u e ulëm sulmin e tyre në 0. Kështu që ata duhej të ishin të kujdesshëm, sepse panë se nuk mund të na përballonin në atë ndeshje. Shpirti mirë luftarak, vrapim, shpenzim energjish. Kjo dhe çdo tjetër do të jetë e vështirë, cilësia duhet të dalë në pah. Kjo pikë nga Tirana duhet të materializohet dhe 3 pikët kundër Andorës duhen fituar. Analiza e ndeshjes Andora-Angli na pret të nesërmen. Rezultati është i habitshëm për mua, 0-1, por ka ende një ndryshim të madh në nivel. Në Leskovac na presin 3 pikët e para për Serbinë. Penaltia? Ishte sikur dikush më goditi me vare. Pa kujdesi, një gjes që ndodhi rastësisht, por edhe nëse do të kishin shënuar, ne do ta kishim rritur lojën tonë ofensive në maksimum dhe do të kishim shkuar për gjithçka ose asgjë. Nuk e pash penaltin kur e gjuajti. Le të vazhdoj Gjorgje të mbroj kështu dhe nuk do të ketë probleme. Ai e meritonte të ishte atje dhe e meritonte ta ndalte. Besimi që ka është magjepsës, deklaroi Stojković.